kam një muzë, një frymëzim të jashtëzakonshëm për sa i përket Pogadeci, Vjeshta, Pranvera, Varkat, Liçeni, Lazgushi, bëjnë kompleks të cilët mund më inspirojnë për të pikturu dhe për të ardhur shpesh në Pogadec. Tash në kohën e Vjeshtës bëhet edhe më interesant. Gjithsesi, domethënë Pogadeci ngelet një nga vendet për krijimtarinë time më inspiruesi. Nëpërmjet pikturës time përpiqem të jap të brendshmën time në raport me qytetin, me Lazgushin, me Zgalemat, me Poradecin. Është një gjësi që përpiqem të shfaq, si më thonë, nëpërmjet asaj çka shoh, duke perceptuar në trurin tim edhe duke interpretuar në telajon time. Vjeshta Art Korç Pogadec, të angazhuarit tim, sidomos në këtë stin, përkon me kredon time që një piktori që egzaltohet apo dehet nga koloriti dhe në praktikën e zakonshme të një piktori fauvist ose më tutje të ekspresionizmit lirik. Gjatë tyre 8 ditëve, edhe në Korç, edhe në Pogadec, që unë i dua shumë, sepse janë vende shumë të bukura, të cilat transmetojnë një bukuri magjike, edhe si kur kush tjetër piktorët e zbulojnë në natyrën atë të bukurën. Dhe unë jam munduar që me mundësitë e mia, me aftësitë e mia që kam, të bëj piktura të më sa më të bukura dhe sa më të vyera. Teknika ime është teknikë e vajt. Stili im parafron me stilin impresionist dhe ekspresionist. Për shkak se piktura zhvillohet në një mafat kohor të shkurtër, 2 orë gjysmë, 3 orë, për shkak që të kapësh momentin e dritës dhe të ngjyrave. Secili nga piktorët bën atë që mendon se është më e mira. Unë jam tek stili që sa po fola, ndërsa ka piktorë të tjerë që kanë stilin modern, që dhe ato janë të bukura dhe që të lënë mbres. Janë 2 sende për mua janë shumë pozitive, ardhja në Shqipëri, ardhja me takime me artistët e Shqipërisë, një që të shtyn nxitje për me punu dhe ti motive të qytetit, motive të fshatit, peizazhe me një fjalë, dhe ana tjetër nga çdo koloni thuajse, nga çdo vend që shkoj, gjithnjë marr ndonjë nga elementet. Promovim për artin. Artistët janë kryesisht të afirmuar, por gjithsesi po tentojmë gjithmonë më shumë të afrojmë edhe artistë të rinj. Që synimi përveç promovimit është edhe artistët me njëri tjetrin lidhen, diskutojnë për teknikat e reja, për çdo gjë që ata i përfshin në punën e tyre. Kështu që kjo, si thosh, është një investim që ne bëjmë, ose Media Union dhe Union Travel, që janë të 2 kompanitë që merren me këtë, që promovojnë koloninë e piktorëve, synojnë të arrijnë dhe ta kthejmë në traditë. Synimi gjithmonë do t'jetë pranverë Vjeshtë dhe gjithmonë në vende të ndryshme të Shqipërisë. Mund të kalojmë edhe në Kosovë. Artistët janë të shqiptarët të Kosovës, shqiptarët të Shqipërisë. Gjithmonë synimi është të zgjerohet, mund të kemi edhe shqiptarët të Maqedonisë më vonë. Po është gjithmonë promovimi i artit të tabanit shqiptar.